kur menduan shqiptarët se duhet të jenë të lirë? Parafolqit Ylberia durimive që thanë, ajo nga lidhja e prezidentës se të kuvendi i Beratit që përmendi paraprakisht durimi që është si përpjekja e pare shqiptarëve, ato kanë qenë në kuadrët një lëvizje kombëtare të përgjithshme, pa definuar sa Kosova si region geografik, por zyrtarisht ose de facto lëvizja e shqiptarëve të Kosovës në mënyrë në veçantë, që konferenca e Londrës me vendimin e 29 korrikut 1913 e lën jashtë Kosovën nga i trungu qytetit shqiptar, pa çka se kërkesa e qeverisë Ismail Qemalit ka qenë maksimaliste sipas preferimit tyne, që nga aty në shoh lëvizje që shqiptarët e Kosovës me ushtriruan nga i sundimi serb fillimisht, pastaj nga sundimi që tha durimi i Jugosllavisë mbretjet ose që nifët zyrtarisht mbretëria serbo-kroate slovene. Por problemi i kësaj lëvizje është në gjykimin tim, nëse mund të them problem, është që brenda këtij 100 vjeçari, këtij një shekulli rezistence, përpjekje për çlirim, për liri, nuk e kemi pas një linjë veçantë politike, një linjë definuar, por kemi pas minimumi 2 linja, nëse jo edhe e treta. Edhe këtu për shembull një përpjekje për mua që është goxha e rëndësishme në aspektin politik të paktën, nëse jo ato ushtarak, është Komiteti i Mbretëreve Kombëtare të Kosovës, i cili themelohet me 1 maj 1918. Ai komitet realisht, nëse e këshyrim historikun e tij, ka 3 faza. Faza e parë është ajo që ai kërkon pas përfundimit të luftës së parë botërore, një bashkim kombëtar me Shqipërinë, por kur i hap punimet konferenca e Londrës, aty e shohim Parisit, aty shifot që çështja e Shqipërisë, londineze është pikpyetje lere morë një bashkim kombëtar i shqiptarëve. Atëherë kalon në fazën e dytë, ku kret fokusi i komitetit ka qenë fillimisht është dashur të rishikohen kërkesat. Po, ai evolon programin e vetë komitetit, sepse ideja fillestare e Oçkatri Prishtinës, Bedri Pejanit, ma vonë edhe Hasan Prishtinës, ka qenë që me u bë bashkë me Shqipërinë, me që fundi i luftës parë botërore e sjell një kontekst ri gjeopolitik. Por aty u pa që edhe Shqipëria londineze e 13-s është në pikpyetje të madha, do të më ekzistua ajo, me që kishin ndryshuar rrethana politike, si shmo Austro-Hungaria, sponsori jon i pavarësisë, dhe nga pamundësia për me bënë një bashkim kombëtar ose konfirmimi që ju bën shqiptarëve që këtu nuk bëhet fjalë për bashkim të Kosovës me Shqipërinë, atëherë angazhimi i komitetit është që të fillimisht sigurohet pavarësia e Shqipërisë e pastaj me pas një trampolinë sigurt nga ku ushqehet nacionalizmi shqiptar në Kosovë. Dhe faza e tretë e komitetit është kur edhe kjo është e pamundur, pra masi kryhet fillimisht njoja zyrtare e Shqipërisë në Senitan, atëherë komiteti e ka vetëm një punë edhe një synim vetëm, me bën sama ndërkombëtare shkeljen e lirive dhe drejtave që bën në Kosovë, e që përmendi durimi, vitet 20-30. Sa mund të vlerësojmë se ja kanë dalë në këtë qëllim? Unë mendoj që pak, se s'ka pasur... Mos harroni, vitet 20-30 janë vite ku megjithatë imperializmi, racizmi, shovenizmi janë toleruar në kancelaritë europiane. Pra kanë pas niveli i tolerantë ka qenë shumë i gjon. Prandaj unë mendoj që ata njerëz e komitetit, ata e kanë bërë shumë evidente, e kanë argumentuar fuqishëm që po me një vend brenda asaj Jugosllavie të parë, po shkelën në mënyrë brutale liritë e drejtat, megjithatë reagimi ndërkombëtar ose ndëshkushmëria, kultura ndëshkushmërisë ndaj asaj mbretërie serbo-kroate slovene ka qenë minimale ose fare inekzistente. Por më ashtu të lufta dytë botërore, të cilën prapë kemi 2 krah politik, një krah që e ka pa çështjen e Kosovës fillimisht për bashkim kombëtar me Shqipërinë. Ai ka qenë synimi jon i Kaeshëm, mandje deta UÇK-ja, e kanë pa që mundën me realizohet brenda pushtuesit, për kanë qenë fillimisht Italia, pastaj Gjermania naziste, dhe një krah tjetër me Fadil Hoxhën që e kanë pa që kjo çështje zgjidhet në kuadrat e një lufte internacionale komuniste, me që triumfi mbi fashizmin ka mu respektuar Karta Atlantikut që ku premtohet që gjithë popujt, çfarë do qofshin në vegjële të mëdhenj, kanë me gëzuar lirinë e vetëvendosjes. Këto u pa që ndodhen sepse fundi i luftës e dizajnoi një hartë re për Ballkanin nga fuqitë e mëdha, masaksisht Stalini, Roosevelt e Churchilli, dhe vitet e Jugosllavisë dytë ose Jugosllavisë Josip Brozit që i thonë ana, janë vite ku shqiptarët pa mundësi për me bë diçka më shumë kanë qenë vetëm të organizuar në mënyrë ilegale që e përmendja durimi, këtë ato organizime ilegale në fund e japin në vitet 90-ta na bien me një zhvillim këtëri politik, shpërbërja e Jugosllavisë, prapë në Kosovë krijon 2 rrymë ose politike ose 2 kaje politike të cilat e kanë pa ndryshe çlirimin, është lëvizja paqësore e Ibrahim Rugovës, e cila për mendimin tim e ka një rëndësi të veçantë, të paktën deri te konferenca e Daytonit. Pas Daytonit është debati dhe lëvizja ose ushtria çlirimtare e Kosovës, e cila përfundimisht e braktis atë rezistencë paqësore e nevojshme deri në një moment historik, dhe fillon lufta e Kosovës ku si rezultat i asaj përpjekje të UÇK-s bashkë me intervenimin e NATO-s, neve na vjen zyrtarisht çlirimi me 12 qershor. Zoti Ukushini,
Njëjtë duhet ta marrë mendimin tuaj edhe. Shumica i thanë, pa diskutim që është një rrugë gjatë, por për shkak kontekstit politik, kulturor, fetar, zgjimi ose ndërgjegjësimi i shqiptarëve është pak më i vonshëm. Po ai momenti